apo ato të bushura me helm që në mëngjes. Po media kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e çfarë i tha Edi Rama tjetër. Natyrisht që shqetësimi nuk është ky. Njerëzit kanë votuar dhe duan të dinë gjëra të tjera. Njerëzit janë të shqetësuar me drejtë, siç jemi të gjithë shqetësuar për çmimin e naftës. Kjo është reale. Është jeta reale. Çmimi i naftës që rritet si rezultat i një lufte që as e kemi hapur ne, as na ka pyetur njëri ne a duam ta hapim apo jo, dhe që është një luftë kundër një vendi ku ka një regjim që është armiqësor ndaj nesh, Shqipërisë. Megjithatë, nuk është e para më. Tani më besoj që njerëzit e kanë kuptuar se në fillim ju dukej si çudi që si impaktohemi ne nga një krizë që ndodh gjatë. Që nuk është më gjatë, po është në të gjithë dynjan, sepse çmimi i naftës nuk është se rritet në Shqipëri, është rritur kudo dhe ka shkuar edhe shumë më lart se sa këtu në disa vende që janë në mes të Europës. Dhe patjetër që ajo që ka interes për njerëzit është çfarë po bëjmë për këtë. Çfarë mund të bëjmë dhe çfarë po bëjmë. Sepse faktikisht po bëjmë diçka shumë të rëndësishme. Te nuk kemi në dorë edhe të duam që ta ulim çmimin e naftës aty ku do të dëshironin gjithë. Ose që ta bëjmë të padukshme rritjen në kushtet kur nafta kërcen përtej asaj që është zakonisht, dhe zakonisht është më lart se sa në disa vende rreth rrotullit, sepse ne aty kemi edhe taksën e qarkullimit. Dhe ne kemi bërë llogarinë. Nëse ne e heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës, çmimi do të bjeri. Por ama të gjithë ata që kanë një automjet do duhet paguajnë 4 fishin e asaj që ju bie sot, mesatarisht. Disa ju bie edhe më pak, disa do ju bie edhe më shumë. Atëherë në vend se t'i ngarkojmë me 4 fishin të gjithë, ne kemi menduar që më mirë kush shpenzon më shumë naftë, paguan më shumë. Kjo është logjika. Kush shpenzon më pak për naftën, paguan më pak. Pra, në një farë mënyre, ata që djegin më shumë karburant janë dhe ndotës më të mëdhenj. Dhe ata paguajnë më shumë. Por, përtej kësaj, që është struktura që ne kemi në çmimin e naftës, ne kemi marrë përsipër tani të bëjmë një transformim të thellë të gjithë mënyrës se si zhvillohet aktiviteti në tregun e naftës, duke krijuar një kompani publike, e cila do të marrë përsipër të garantojë rezervën strategjike të naftës, pra se gjërat nuk e dim si shkojnë në këtë botë, se kjo botë sigur nuk po ka ndërmend të qetësohet edhe të vijë në vete. Dhe rezerva strategjike janë shumë të rëndësishme sepse nuk mund të rrezikojmë që të mbetemi pa naftë në një moment caktuar, në një kohë caktuar, sepse e kemi sot këtë rrezik, por për t'i dalë përpara gjërave në të ardhmen. Dhe nga ana tjetër, duam që kjo kompani publike të jetë edhe furnizuese e naftës. Dhe duke qenë furnizuese, të ndikojë në çmimin e naftës duke mbajtur anën e konsumatorëve, jo anën e distributorëve. Nga ana tjetër, kemi krijuar një kompani publike, një kompani të përbashkët me Emiratet e Bashkuara,
e cila